Drejtuesi politik I Partisë Demokratike për Qarkun Dibër, Xhelal Mziu, I është përgjigjur kryeministrit Edi Rama për fjalimin e mbajtur dje në Peshkopi, ku I konsideronte burrat si qyryk. Në një postim në rrjetet sociale, drejtuesi politik I Partisë Demokratike për Dibrën, Xhelal Mziu, e konsideron numrin 1 të socialistëve Edi Rama si një qyryk pa brek, nder, burrëri e dinjitet. Këtu te kepi Xhitetit në Çidhën, ku mali flet me burrërinë dhe historia me gjakun e derdhur për liri, burrat e Dibrës lidhen besën, të jetojnë me nder ose të vdesin pa u përkulur. Këtu, ku nuk u dorëzuan përpara perandorisë osmane, ku nuk ju trembën plumbit as shpatës, këtu e lidhim sërish besën. Të mbrojmë nderin, mençurinë dhe trimërinë e Dibrës, të trashëguar brez pas brezi. Një qyryk si Edi Rama, kur s'mund të poshtrojë atë që historia kanë ngritur në pjedestalin e lavdis. Ai mund të përdhos institucione, por jo zemrat e dibranëve. Ai mund të përdor krimin për të sunduar, por kur s'mund të nënshtroj burrat e Dibrës, ata që nuk I nënshtroi as turku, as serbi e as diktatura komuniste. Familja për ne është e shenjtë. Gratë tona janë burrnesha, janë nderi ynë. Askush nuk ka të drejtë I fyej. E aq më pak një qyryk pa brek, që s'ka as nder, as burrëri, as dinjitet. Dibra nuk fal, Dibra nuk harron, Dibra nuk nënshtrohet. Më 11 maj ne lidhim sërish besën për Dibrën, për Shqipërinë, për lirinë. Edi Rama do të përballet me zemrimin e një populli që nuk pranon të jetojë nënshtruar, thuhet në këtë postim. Por çfarë tha Rama në Dibër? Le ta dëgjojmë me zë e figurë. Partia Socialiste këtu, nëse nuk I nxjerr gratë nga shtëpitë që t'i japi komandën dhe nëse këtu nuk e marrin gratë dibrane komandën, nuk fiton kurrë. Dhe sot, faktikisht, gjithë kjo pamje që është e pa imagjinueshme 10 vjet përpara, është pamja e fitores tonë. Dhe unë deri pa e pak të pamje nuk e besoja këtë. Tani se na shohi pak televizori, hajde, po. Tani unë këtë besoj që edhe mund të realizohet. Por ajo që është e rëndësishme është 4 apo 3 në datën 11 maj, fal jush vajzave dhe grave të Dibrës në radhë parë, Dibra do votoj aty ku duhet dhe në 12 maj do gëdhijet roz. Sepse Dibra është grua, Shqipëria është grua, edhe Europa është grua. Dhe mua personalisht nuk ka asgjë që më bën më shumë krenar si kryetari I Partisë Socialiste, se sa fakti që kjo forcë mbështetjen më të madhe dhe themelin e vetë më të fortë ka gratë dhe ka vajzat në gjithë Shqipërinë. Parafityroni, në të gjithë Shqipërinë, Partinë Socialiste e mbështesin 56% e grave dhe vajzat. Ka disa qarqe ku kjo mbështetje shkon në 65%. Dibra, sot që flasim, është në mes të dyave diku ke 60%. Dhe llogaria është shumë e thjeshtë. Nëse ne kemi 60% grave dhe vajzave, nëse ne kemi shumicën e votuesve të parë, na mjafton vetëm gjysma burrave, nuk na duhen më shumë. Gjysma burrave, se kjo jetë këtu në këtë vend ka mësu, gjysma burrave janë normal në këtë vend, gjysma janë qyryk. Dhe të treja këto forca bashk do të bëjnë që në 11 maj, jo vetëm Dimër, por në gjithë Shqipërinë, ne të kemi
fitoren më të bukur të gjitha fitoreve tona. Kjo është e 10-ta dhe e 10-ta do t'jetë me notën 10 falë në radhë parë juve që jeni këtu dhe gjitha vajzave dhe grave si ju. Më pyesnin disa, po pse e filloi fushatën Partia Socialiste në përsalla me gratë, edhe me vajza. Edhe përgjigja ime është, po me këta fillonte. Me këta fillonte. Imagjinoni vetëm diçka, sikur ju të gjitha tikni nga Shqipëria një muj, edhe burrat t'i leni këtu. Një muj. Kur të ktheheni, do gjeni në Peshkopi ca njerëz me bisht. Po sikur burrat tikin gjithë ju leni ju këtu, do jetë Peshkopia më e pastër, më e bukur se çdo herë tjetër. Edhe më e qetë. Kështu që por si duket Rama ishte i mërzitur nga dibranët që nuk e duan, gjë që u shfaq edhe gjatë ecjes në bulevard, kur qytetar me dinjitet si ky i ri, edhe pse kryeministri do e përshëndeste, ai do ta injoronte në mënyrë të plotë. çfarë bëhet?